flasim për krim të organizuar, flasim për Kosovën, jo për një pjesë të saj. Partia Demokratike e Kosovës e ka në fokus sigurinë në përgjithësi e posaçërisht dukurinë e luftimit të krimit të organizuar, luftimin e korrupsionit dhe pasrimit parave. Dhe për këtë ne kemi një qasje këj tjetër, me qenë se ne tentojmë që policinë e Kosovës të avancojmë në tërë territorin e Republikës Kosovës, sepse kur flasim për krim të organizuar, flasim për Kosovën, jo për një pjesë të saj. Për këtë qëllim ne kemi bërë analizat tona dhe do të bëjmë një rikonstruktim të strukturës organizative të policisë Kosovës, gjithmonë duke u bazuar në nevoja demografike dhe po ashtu edhe në shkallën e kriminalitetit, me qenë se këto e dy faktorët kryesorë në bazë të cilave duhet bëhet ndryshimi i strukturës organizative dhe normalisht që duhet të rrisim kapacitetet të policinë e Kosovës po edhe në agjenci tjera për hetime financiare, për shkak se këtu Kosova qëllon më shumëti. Pra nuk kemi ekspert të mjaftueshëm të certifikuar për hetimin e krimeve financiare, të cilat pastaj përbojnë një hap kritik për luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe të pasrimit parave. Duhet të ndrojmë programe të certifikimit me ndihmën e partnerëve të kuptohet, me dërgimin e zyrtarëve të policisë, të njësisë së financave e gjithë tjera në për shembull në Itali, në Garda de Financa në Amerikë, dhe po ashtu prurjen e trajnerëve të rinj në Kosovë, të cilët pastaj të kenë mundësi që të trajnojnë sa më shumë. Dhe po ashtu duhet të rikonstruktojmë hetimet policore dhe trajtimin e rasteve të profilit të lartë. Meqense se momentalisht Policia e Kosovës ka nevojë që të ndryshojë sistemi i hetimeve dhe këtë janë duke bërë një analizë të mirëfillt me cilën besoj që shpejt do dalim në program të detajuar.